Projekt ligji i ri për mbrojtje nga duhani ka shqetësuar bizneset, veçanërisht restorantet, kafenet dhe bar-kafenet, të cilët shprehin pa kënaqësi dhe revolt. Shumë pronar lokalesh me të cilët folëm në Kërqov nuk duan të shprehen para kamerës, por prapa saj na thonë se ndalimi i duhanit mund të ulë frekuentimin dhe fitimet në lokalet e tyre, duke u shqetësuar për ndikimet ekonomike të një sektori tashmë të ndjerë. Por për dallim nga bizneset, shumica e qytetarëve mirpresin këtë ndryshim, duke e parë si një fitore për shëndetin dhe cilësinë e jetesës. Ka efekt este pocitit tretjese. Rozni merki da se preuzema ti pušenje to da se zabrani. Da se zabrani, da. Da, zakonot da što pobrzo vladata da ga donesi, ne da odugovлекува во интерес на приватните стопанственици, собственици на кафичи и хотелски објекти тие работи, затоа што непушачите се обесправени во овој случај. Во локал од 50 луѓе, 10 непушачи, 40 пушачи го конзумираат чадот. Непушачите го конзумираат чадот на товар на тоа што пушачите си пушат слободно. Антипушач секаде треба да се забрани. Значи треба да се донесе законот според вас. Да. И ја мислам да се донесе и то Јас од хитно, не да се чекат 1 март. Ditë më parë përmes një qëndrimi të përbashkët, pronarët e bizneseve të vogla reaguan në lidhje me draftligjin për mbrojtje nga duhani, duke shprehur shqetësim për pasojat që do të shkaktojë zgjidhja ligjore për këtë veprimtari tregtare. Paralajmërojnë se mbi 4000 biznese të vogla si tobako, kioska dhe minimarkete rrezikojnë të mbyllen. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë janë shprehur se projekt ligji parashikon masa për rritjen e ndërgjegjësimit publik dhe mbështetje për ndërprerjen e varësisë nga duhani, sepse varësia nga nikotina është një problem shëndetësor publik dhe se parandalimi është më efektiv dhe më pak i kushtueshëm se trajtimi.